Vendosni Listerin në pambuk poshtë qetullës. Rezultatet magjike. Deri më tani të gjithë mendonin se Listerina kishte vetëm një funksion, atë të pastrimit të gojës, por Listerina mund të përdoret në shumë funksione nga sa ju kishit menduar, kjo për shkak të mentolit dhe alkoolit që ka në përbërjen e saj. Pastron sqetullën. Nuk keni deodorant në shtëpi, mos u alarmoni. Mjafton të vini pak Listerin në pambuk dhe të pastroni sqetullën tuaj. Do të ndiheni të freskët dhe të pastur për orë të tëra. Shputat të acaruara. Nëse keni shputat e këmbëve të acaruara, ndjeni skuqje apo janë të rjepura për shkak të ripërtëritjes së lëkurës, zgjidhja është Listerina. Ju mund të shtoni Listerin në ujë dhe mbani këmbët aty për gjysmë ore. Në raste të veçanta mund të shtoni edhe pak uthull molle. Probleme me zbokthin. Listerina ndihmon të shmang problemet me zbokthin. Masazhoni kokën me Listerin dhe mbajeni për disa minuta të mbështjellë me një peshqir të pastër dhe më pas lajni flokët si zakonisht. Rezultatet do të jenë të menjëhershme. Larës për qenin tuaj. Në vend të përdorimit të kimikateve të ashpra të tilla si spray pleshtash dhe produkteve të tjera, ju mund të përdorni Listerin. Përzjeni Listerin me shampo në banjë ose hollojeni atë me ujë. Pastroni fytyrën tuaj. Në rast se ju jeni duke luftuar me puçrat në fytyrë, keni provuar tashmë çdo gjë në treg dhe rezultatet nuk janë ato që dëshironi, atëherë provoni Listerinën. Aplikojeni atë në fytyrë të vendosur në pambuk. Aplikojeni në mëngjes dhe përpara se të flini. Pastroni ekranin e kompjuterit tuaj. Edhe kjo po tingëllon e pabesueshme. Ju mund të përdorni Listerin për pastrimin e ekranit të kompjuterit apo televizorit tuaj, me anën e një mbulese të butë, e pak Listerin në të. Shenjat do të zhduken menjëherë duke lënë vetëm aromë momente të pastrimit.